Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump raportohet se ka miratuar planet për të sulmuar Iranin, por nuk po jep urdhrin përfundimtar nëse do të godasë apo jo, për t'i lënë kohë Iranit të tërhiqet dhe t'u dorëzohet kërkesave të tij, sipas një ndihmësi të lartë të Trump. Presidenti i ka bërë vazhdimisht thirrje Iranit që të dorëzohet pa kushte dhe të braktisë programin e tij bërthamor. Konflikti në lindjen e mesme që ka hyrë në ditën e 7 ka marrë jetën e 10 izraelitëve dhe qindra iranianëve deri më tani. I pyetur nëse Washingtoni planifikon të bashkohet Izraelit në sulmin ndaj Iranit, Trump dha një përgjigje të prerë duke thënë: "Mund ta bëj, mund të mos e bëj." Ai madje ka sugjeruar që vrasja e udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, është ende një opsion. Presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pretendon se e di se ku fshihet Khamenei, por nuk është i interesuar ta vrasë atë për momentin. Në një fillim të regjistruar, udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei ka hedhur poshtë thirrjet e presidentit amerikan për t'u dorëzuar, duke u zëtuar të vazhdojë sulmet dhe premtuar të kryejë një operacion dëshkues intensiv kundër Izraelit. Në orët e para të së njëjtës, ushtria izraelite i paralajmëroi njerëzit të evakojnë zonën përreth reaktorit në Arak të Iranit. Paralajmërimi erdhi në një postim në media sociale në rrjetin X dhe përfshinte një imazh satelitor të uzinës në një rreth të kuq. Ushtria izraelite tha se raundi fillestar i sulmeve ajrore të së njëjtës kishte në shënjestër Teheranin dhe zona të tjera të Iranit, pa dhënë hollësi. Më vonë tha se Irani qelloi një breshëri të re raketash drejt Izraelit dhe lajmëroi publikun të strehojë.